Ania Space, kanali më i ri në YouTube. Subscribe, like dhe comment kanalit më të ri të shqiptarëve anë mban botës. Alia, Cihan dhe i vogli Deniz ndodhen në shtëpinë e tyre, duke kaluar një mbrëmje të qetë familjare. Të tre janë shtrirë në divan, duke parë film dhe duke ngrënë kokoshka, të lumtur pranë njëri tjetrit, sikur më në fund jeta u ka buzëqeshur pas gjithë vuajtjeve. Por kjo qetësi prishet kur telefoni i Alias fillon të bjerë. Është Borani. Alia e sheh ekranin dhe vendos të mos përgjigjet. Ky gjest i vogël mjafton për ta çmendur Boranin nga shelozia dhe inati. Mendimet e errëta fillojnë t'i pushtojnë mendjen. Nga ana tjetër, Kaja është ende i pikëlluar për humbjen e vajzës së tij. Ai telefonon Zerinën për ta pyetur si është. Edhe pse zemra i është thyer në copa, Zerina përpiqet të hiqet sikur është mirë, duke fshehur dhimbjen e saj pas një zëri të qetë. Ndërkohë, Cihani bën një hap shumë të bukur. Ai flet me Pakizën dhe Kadirin dhe u thot se nëse vërtet e duan njëri tjetrin, ai dhe Alia do të bëjnë gjithçka që ata të bashkohen. Të emocionuar, ata organizojnë një fejestë të vogël në shtëpi për t'i kërkuar dorën Pakizës për Kadirin. Fillimisht, gjithçka shkon për mrekulli, derisa papritur mbërrin prindërit e Pakizës. Të habitur nga atmosfera festive, ata pyesin se çfarë po ndodh. Kur mësojnë për fejesën, babai i Pakizës shpërthen. Absolutisht jo. Vajzën time nuk ja jap Kadirit. Të gjithë përpiqen ta qetësojnë, por ai është i prerë. Ai tregon se ka parë një ëndër të tmerrshme, ku pas martesës së tyre ndodh diçka shumë e keqe. I friksuar dhe i bindur se kjo martesë sjell fatkeqësi, ai largohet me vrap nga shtëpia, duke lënë pas vetëm tronditje dhe lot. Të nesërmen, në konak shfaqet papritur Eçmeli. Sadakati zbret poshtë e revoltuar dhe e pyet çfarë kërkon aty. Eçmeli flet me Boranin dhe i thot: "Hajde bir, eja me mua." Boran hipën në makinë, por Sadakati i bërtet të zbres. Ai refuzon. I verbuar nga nervat dhe frika se po humb djalin, Sadakati merr armën dhe qëllon drejt makinës, duke i qarë gomat. Makina ndalet dhe Borani detyrohet të zbresë, i thot Eçmelit të largohet menjëherë. Por Eçmeli nuk dorëzohet. Ai i thot Boranit se vetëm ai mund ta ndihmojë të mashtrojë të gjithë dhe të marrë atë që dëshiron. Mos e dëgjo këtë gjarpër, i thot Sadakati me dëshpërim. Pak më vonë, Eçmeli i dërgon një mesazh Boranit për të takuar fshehurazi. Por telefoni në atë moment ndodhet në duart e Sadakatit. Ajo shkon vetë në vendin e takimit, e vendosur ta vrasë Eçmelin, por edhe këtë herë nuk arrin ta bëj. Ditën tjetër zhvillohet festa e punës në spital. Alia nderohet me medalje si ginekologjia më e mirë. Në skenë ngjitet edhe Cihani si pronar i spitalit për ta uruar publikisht. Pamja e tyre së bashku e çmend Boranin nga shelozia. Ai fillon të bërtasë para të gjithëve, duke prishur ceremoninë. Festa mbyllet në kaos dhe të gjithë largohen të tronditur, por drama më e madhe sapo ka filluar. Të nesërmen, Borani shkon në spital për të takuar Alian. Ai i kërkon me ngulm videon që kishte regjistruar dikur, ku i kërkonte Cihanit të martohej me Alian në rast se ai do të vdiste. Kjo video është prova kryesore për gjyqin e arshëm që do të vendos për divorcin dhe për kujdestarinë e voglushit Deniz. Alia refuzon t'ia jap. Atëherë Borani nxjerr një bisturi dhe e kërcënon. Nëse nuk ma jep videon, do vras veten. Alia përpiqet t'ia marrë bisturin nga dora. Në përleshje, Borani plagos veten. Alia arrin t'ia heq bisturin, por nga tronditja ajo mbetet me thikën në dorë. Në atë çast hapet dera. Në prag qëndron Cihani dhe një mjeke tjetër. Ata shohin skenën tronditëse, Borani i gjakosur dhe Alia me bisturin në dorë. Dhe Borani, me zë të dridhur, thot: "Pse ma bëre këtë, Alia?" Një kurth perfekt. Gjithçka ishte planifikuar nga Borani për të krijuar prova kundër Alias, për ta paraqitur si agresore dhe për të pasur më shumë shanse të fitojë gjyqin dhe të marrë kujdestarinë e Denizit. Por a do t'i jetë ky plan djallëzor? A do ta humbas Alia djalin e saj? Vazhdimi premton zhvillime edhe më tronditëse. Ndërsa gjithçka duket sikur po shkon drejt një fundi të errët, e vërteta ende nuk ka dalë në dritë. Askush nuk e di se Borani e kishte planifikuar këtë skenë deri në detaj, vetëm për të fituar gjyqin dhe për t'i marrë Alias gjën më të shtrenjtë në botë. Djalin e saj, Denizin. Cihani mbetet i tronditur nga ajo që pa. Zemra e tij copëtohet mes dyshimit dhe besimit, ndërsa Alia rrezikon jo vetëm ta humbas kujdestarinë, por edhe reputacionin dhe karrierën e saj si mjeke.
Nga ana tjetër, Eçmeli vazhdon të lëvizë në hije, duke përgatitur plane edhe më të rrezikshme, ndërsa Sadakati e ndjen se një stuhi e madhe po afrohet mbi familjen. A do të zbulohet e vërteta para se të jetë shumë vonë? A do të mundet Alja të provoj pafajësinë e saj dhe të mbaj pranë djalin e saj? Episodet e ardhshme premtojnë tradhti, përplasje dhe zbulime që do të ndryshojnë fatin e të gjithëve.